Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 18 korrik dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. Korrik. Ngjarje 1988. Ushtria çlirimtare e Kosovës e çliroi Rahovecin. 2008. Për herë të parë vizitë në shtëpinë e bardhë kryetari dhe kryeministri i Republikës së Kosovës. Lindje 1811. Lindi William Makepes Thackeray, letrar anglez. 1853. Lindi Hendrik Anton Lorentz, fizikant hollandez. 1887. Lindi Vidkun Quisling, politikan norvegjez. 1909. Lindi Andrei Gromyko, politikan sovjetik. 1918. Lindi Nelson Mandela, politikan i Republikës Jugoafrikane. 1921. Lindi John Glenn, astronaut amerikan. 1999. Lindi Donika Nuhiu, këngëtare shqiptare. Vdekje 1817. Vdik Jan Austen, letrar britanik. Kemi përgatitur për ju biografinë e Gustave Flaubert, i cili ishte një nobelist i njohur francez. Gustave Flaubert ishte një shkrimtar dhe nobelist i njohur francez. Lindi më 12 dhjetor të vitit 1821 në Rouen. Ai është një nga novelistët më të njohur francez të shekullit të 19 dhe shekullit të 20, që u lind në kohën kur po lulëzonte romantizmi Hugoit, Vinis, Michelet e të tjerë. Ai ishte ideali i një prej kirurgëve më të shuar të shekullit. Veç kësaj prej tatit, ai trashëgoi syrin klinik ndaj jetës, aq sa me penën e tij arriti të bënte autopsinë e shpirtit të njeriut. Prindit donin që ai të vazhdonte për drejtësi, pasi mbaroi liceun Corneille në qytetin e lindjes, aty rreth viteve 1840, kur po afronte revolucioni. Një sër rrethanash që çuan në pjekurinë e dhuntive të tij letrare dhe në përcaktimin e veprimtarisë së tij artistike. Në shkollë të mesme, Flaubert u lidh ngushtë me Alfred de Pauvetin, i cili me aftësitë intelektuale dhe estetike që kishte, ushtroi një ndikim pozitiv mbi të. Familja e dërgoi në shkollë për të bërë jurist, por s'kaloi shumë kohë dhe Flaubert e kapi një krizë nervash me karakter epileptik. Sidoqoftë, është fakti që ai ndërpreu studimet dhe fitoi nga prindrit të drejtën të vendosej përfundimisht në vilën e tyre të bukur, të kurasës afër Ruanit, ku ka mbetur një pavion i vetëm që është një muzeu i vogël i Flaubert në ditët e sotme. Disa faktorë që e quan në shpërthimin e forcës së tij krijuese janë disa lidhje dashurore dhe miqësore. Ndjenja gjithpasion që ushqente ndaj Eliza Schlesinger orientuan reformës më origjinale dhe më të thellë të romantizmit europian. Pasqyrimin e jetës duke u nisur nga vetvetja dhe të shkruante Kujtimet e një të marri në vitin 1838 dhe Nëntori në vitin 1842, të cilat ushtohen kryeveprave autobiografike që nga rrëfimet e Rousseauit. Një nga miqtë e tij më të ngushtë, që luajti një rol thelbësor në krijimtarinë e tij, është poeti Luigi Buile, i cili ishte ndërgjegja e tij. Pasi patë nuk mund të kishte shkruar kur romanin e njohur Zonjën Bovary, as Salambone, as Një zemër e thjeshtë, Shën Julien e të tjerë. Rrugtimet më frydhënëse të Flaubertit ishin ato në Britani, pastaj në Egjipt, Greqi dhe në Azinë e vogël. Ai pasqyroi gjithçka që përjetoi prej tyre në letrat dhe shënimet të udhëtimeve. Në pamje të parë, kryeveprat e Flaubertit duken të ndryshme nga njëra tjetra, por romanet e tij i kushtohen epokave të ngjashme me atë të tijën. Le të themi që Flaubert është një nga shkrimtarët i cili ka pasur një ndikim të madh në periudhën e romantizmit. Tani do të kalojmë në rubrikën e shëndetit. Sot kam përzgjedhur për të folur e vitaminës K.
çfarë sjell mungesa e saj në organizmin ton, po teprica e kësaj vitamine, dhe cilat janë disa nga ushqimet që përmbajnë këtë vitaminë kaq të rëndësishme. Vitamina K luan një rol të rëndësishëm në qarkullimin e gjakut, duke parandaluar gjakderdhjen e tepërt. Ndryshe nga shumë vitamina të tjera, vitamina K nuk përdoret përgjithsisht si një shtojës dietike. Vitamina K gjendet në lloje të ndryshme, ku dy më kryesoret janë vitamina K1 dhe vitamina K2. Vitamina K1 mund të sigurohet nga perimet e gjelbërta, ndërsa vitamina K2 gjendet më shumë tek mishi, djathi dhe vezët. Vitamina K2 ka filluar të përdoret së fundmi për të trajtuar osteoporozën dhe për forcimin e kockave. Nivelet e ulta të vitaminës K mund të rrisin rrezikun për gjakderdhje të pakontrolluar. Të rriturit zakonisht nuk kanë mungesë të vitaminës K, ndërsa tek të sapolindurit është më e zakonshme mungesa e saj. Prandaj dhe mjekët japin këtë vitaminë që të pihet me disa flika për fëmijët e vegjël. Edhe pse mungesa e vitaminës K nuk është e zakonshme, mund të jeni në rrezik nëse keni një sëmundje që ndikon tek trakti digestiv, si sëmundja Crohn ose sëmundja aktive celiake. Nëse merrni ilazhe që mund të ndërhyjnë tek absorbimi i vitaminës K, dhe gjithashtu, nëse keni mungesë të vitaminës K dhe konsumoni shumë alkool, kjo do të jetë shumë e dëmshme për organizmin tuaj. Por cila është sasia rekomanduar e vitaminës K për të gjitha grup moshat? Fëmijët nga periudha 0 deri në 6 muajsh kanë nevojë për 2 mikrogram vitaminë K në ditë. Fëmijët nga periudha 7 deri në 12 muajsh kanë nevojë për 2.5 mikrogram vitaminë K në ditë. Fëmijët nga mosha 1 deri në 3 vjeç kanë nevojë për 30 mikrogram vitaminë K në ditë. Fëmijët nga mosha 4 deri në 8 vjeç kanë nevojë për 55 mikrogram vitaminë K në ditë. Fëmijët nga mosha 9 deri në 13 vjeç kanë nevojë për 60 mikrogram vitaminë K në ditë. Vajzat nga mosha 14 deri në 18 vjeç kanë nevojë për 17 mikrogram vitaminë K në ditë. Vajzat mbi 19 vjeç kanë nevojë për 90 mikrogram vitaminë K në ditë. Ndërsa gratë shtatzëne ose ato që ushqejnë fëmijët me gjik kanë nevojë për 19 deri në 50 gram vitaminë K në ditë. Ndërsa djemt nga mosha 14 deri në 18 vjeç kanë nevojë për 17 mikrogram vitaminë K në ditë. Meshkujt mbi 19 vjeç kanë nevojë për 120 mikrogram vitaminë K në ditë. Por cilat janë disa nga burimet ku ne mund të gjejmë vitaminën K, dhe cilat janë ushqimet të pasura me këtë vitaminë kaq të rëndësishme? Perimet si spinaçi, shpragu dhe brokoli, gjithashtu fasulet, vezët, uleshtrydhet dhe mishi janë disa burime ku ne mund të gjejmë vitaminën K. Por cilat janë efektet anësore nga marrja e vitaminës K? Efektet anësore nga konsumimi i vitaminës K zakonisht janë të rralla. Shumë ilaçe mund të ndërhyjnë tek efektet e vitaminës K, këtu bëjnë pjesë edhe aspirina, antibiotikët, polluesit e gjakut, ilaçet për kancerin, kolesterolin e lartë e të tjerë. Është shumë e rëndësishme që nëse përdorni suplemente të vitaminës K, duhet të konsultoheni me mjekët tuaj. Pasi njerëzit me probleme në zemër, pikësje të gjakut dhe gjende të tjera, duhet të bëjnë kujdes me ushqimet e pasura me vitaminë K. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 18 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në të gjithë territorin. Qaturve të pazitës në relievet malore lindore pritem rracira të reta kalimtare, por parishje domethënëse. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pazitja vijon me një mod të nxehtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 18 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 39 gradë. Gjatë pazitjen priten rreth 13 deri në 15 orë me diell. Era do të fryelet nga drejtimi jug-perëndimor deri veri-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë shumë i lartë rreth 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:16 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:18 minuta. Temperatura minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 23 deri në 38 gradë Celsius. Kukës 20 deri në 35 gradë. Peshkopi 19 deri në 33 gradë.
Tiranë 24 deri në 38 gradë. Durrës 26 deri në 34 gradë. Kavaj 25 deri në 34 gradë. Elbasan 24 deri në 38 gradë. Berat 24 deri në 39 gradë. Korçë 18 deri në 31 gradë. Vlorë 26 deri në 34 gradë. Gjirokastër 20 deri në 33 gradë. Sarandë 26 deri në 34 gradë Celsius. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 18 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mot i nxehtë me alternime fillimesh të vranësirash. Gjatorëve të pasdites në disa zona kryesisht automalore pritet zhvillime lokale të vranësirave që mund të shoqërohen me rreshje të izoluara shiu dhe shtrëngata afa të shkurtra. Paraditja do sket një mot kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja sjell shtim të përkohshëm të vranësirave me mundësi për rreshje të izoluara. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 19 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 33 gradë. Era do të frylë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 7 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinë pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:06 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:17 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 20 deri në 32 gradë Celsius. Podujevë 19 deri në 31 gradë. Skënderaj 20 deri në 32 gradë. Pej 20 deri në 33 gradë. Prishtinë 20 deri në 33 gradë. Gjakov 20 deri në 33 gradë. Malishev 20 deri në 33 gradë. Gjilan 20 deri në 32 gradë. Ferizaj 20 deri në 32 gradë. Kaçanik 19 deri në 31 gradë. Suarek 20 deri në 33 gradë. Prizren 20 deri në 33 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë, ju ftoj na ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që të na ndiqni live, mjafton të klikoni në webdrita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.